Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lamtumiri për tension. Ja 3 ushqimet që duhet të hani për të ulur tensionin e lartë. Nëse keni probleme me presionin e lartë të gjakut, duhet të kujdeseni për stilin e jetesës, duke reduktuar burimet e stresit dhe duke përfshirë një dietë më të shëndetshme. Megjithatë, nëse tensioni i gjakut rritet papritur, ka disa mënyra për ta ulur atë në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë. Edhe pse ka truke për të ulur shpejt presionin e gjakut, mbani në mend se kurrë nuk duhet të mashtroheni edhe me presionin e gjakut ose të fshihni hipertensionin nga mjeku juaj, pasi kjo mund t'ju pengojë të merrni trajtimet që nevojiten dhe të çojë në probleme serioze shëndetësore. Për të përmirësuar këtë problematikë, sipas health.com do të rendisim disa nga të dhënat kryesore dhe veprimet që duhet të bëni për të menaxhuar shqetësimin. Si fillim është frymëmarrja e thellë. Sipas Harvard Health Publish, frymëmarrja e thellë ndihmon në uljen e shtypjes së gjakut. Duhet të merrni frymë thellë për 15 minuta për të ulur presionin e gjakut. Lëngu i panxharit. Lëngu i panxharit ka nitrat, një komponent që zgjeron enët e gjakut dhe rrit rrjedhjen e gjakut. Edhe pse nuk është një trajtim afatgjatë, dihet se marrja e përditshme e nitrateve në dietën tuaj do ju ndihmojë në uljen e tensionit të lartë. Ecja çdo ditë është në favorin e personave që vuajnë nga hipertensioni. Ecja e shpejtë mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut që mund të rrisë gjithashtu ecjen tuaj me të paktën 15 minuta çdo ditë. Përndryshe, së paku 30 minuta aktivitet fizik për 5 ditë javës që mund të ulin presionin total të gjakut dhe në këtë mënyrë të kenë efekte pozitive në trajtimin e hipertensionit. Pini më shumë ujë. Kur keni ndjesi të tensionit të lartë, pini një gotë me ujë. Qëndrimi i hidratuar mund të parandalojë rënien e papritur të presionit të gjakut. Sigurohuni që të pini të paktën 10 gota ujë në ditë. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Bananet janë të pasur me kalium, i cili është një elektrolit që luan një rol të rëndësishëm në trupin e njeriut kur bëhet fjala për rrjedhjen e gjakut dhe rrahje të zemrës. Nëse mjeku ju përshkruan suplementet e kaliumit, merrini ato rregullisht. Gjumi pasdites do të jetë në favorin tuaj. Pushimi me një sy gjumë pasdite mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe ngadalësimin e rrahjeve të zemrës, gjë që mund të jetë veçanërisht e dobishme përpara kontrollit të presionit të gjakut nga mjeku. Megjithatë, asnjë përmbajtje në këtë video nuk duhet të përdoret si kurrë zhvendësuese për këshillat e drejtpërdrejta të mjekut tuaj, por këto janë thjesht disa ndihma që mund t'ju vinë edhe në menaxhimin e shëndetit më të mirë. Tensioni i lartë i gjakut është një gjendje shëndetësore serioze nga e cila preket një numër i madh i popullatës. Kjo gjendje post të tjerash mund të luftohet përmes ushqimeve të duhura. Në këtë video do të gjeni disa nga ushqimet të cilat mund t'i hani, por që ju ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Bananet janë një burim i shkëlqyer i kaliumit. Kaliumi njihet për rolin e tij në luftimin e efekteve të natriumit në trupin tonë. Ngrënia e bananeve do të ulë nivelin e koncentrimit të vlerave të natriumit në trup dhe kështu edhe tensionin e gjakut. Ngrënia e 2 bananeve në ditë ka rezultuar të ulë tensionin e gjakut në mënyrë domethënëse. Mund t'i konsumoni si të vetme, ashtu edhe në kombinim me frutat e tjera. Avokado. Ky frut është i domosdoshëm kur është pyetja te ulja e tensionit të gjakut. Njëjtë sikur bananet, edhe avokadot përmbajnë sasi të madhe të kaliumit. Avokadot po ashtu përmbajnë sasi të yndyrnave të ngopura të cilat rrisin nivelin e kolesterolit të mirë në gjak. Kolesteroli i keq njihet për efektin e tij në bllokimin e enëve të gjakut, gjë që mund të shkaktojë rritje të tensionit të gjakut. Avokadot e rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, i cili mund të ndikojë në uljen e vlerave të tij. Keni parasysh se avokadot kanë në përmbajtje të lartë kalorie dhe ngrënia e tyre mund të jetë gjithmonë brenda sasisë lejuar. Një tjetër produkt që mund të ndikojë në shëndetin tuaj është spinaqi. Ngrënia e rregullt e spinaqit do të ulë tensionin tuaj të gjakut brenda disa javëve. Spinaqi është i pasur me fibra të cilat mbajnë tensionin e gjakut në nivele konstante. Domatet.
Ky frut jo vetëm që ka në përmbajtje kalium, por është i pasur edhe me likopen. Likopeni është një antioksidant i njohur i cili parandalon oksidimin e kolesterolit të keq dhe ngjitjen e tij në muret e enëve të gjakut. Domatet jo vetëm që do të ulin tensionin e gjakut, por do të parandalojnë edhe shfaqjen e tij në periudhat e mëvonshme. Për rezultate më të mira, konsumohet i papërpunuar. Selino. Ngrënia e saj mund të ulë tensionin e gjakut, përposhtë kësaj është e pasur me kalium dhe mund të shërbejë si një diuretik natyral. Kjo do të thotë se nxjerr sasinë e tepërt të ujit nga gjaku, pasi që teprica e ujit në gjak rrit presionin arterial. Me largimin e kësaj teprice bien edhe vlerat e tensionit. Çokolada e zezë, një tjetër produkt i shijshëm që ul tensionin, përmban quercetin të lartë dhe i jep ngjyrë të zezë kakaos. Kakao është e pasur me flavonol, element i cili ndihmon në zgjerimin dhe rritjen e elasticitetit të enëve të gjakut. Kjo pasi manifestohet me uljen e tensionit të gjakut. Çokolada e zezë po ashtu duhet të konsumohet në mënyrë të moderuar, pasi nuk përmban edhe një zgjidhje efektive. Në këto raste është më mirë që ta merrni gjithmonë brenda normës për të evituar komplikacionet. Boronicat dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë do të ulë rrezikun e tensionit të gjakut. Boronica lule shtrydhet mjedrat kanë pak kalori dhe janë të pasur me antioksidant dhe fiber. Të treja ulin tensionin e gjakut dhe japin doza të shëndetshme të vitaminës C dhe të kaliumit. Drithrat e plota. Një pjatë me drithra të plota ose me fiber siç është tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 javë. Panxhari i kuq. Panxhari i kuq është i pasur me substanca nitrati dhe i bën mirë zemrës. Studimet thonë se nitrati të panxhari ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolada e zezë. Revista Amerikane e Mjekësisë thonë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë me përmbajtje 60 deri në 80% kakao në ditë, mund të ulni tensionin e gjakut. Çokolada e zezë është e pasur me flavonoide që zgjeron enët e gjakut në mënyrë krejt natyrale. Spinaçi. Spinaçi është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit që mban tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, por eliminon kripën e tepërt që është përgjegjëse për tensionin e lartë. Peshku. Peshqit janë të pasur me omega 3, plot vitamina dhe element të shëndetit kardiovaskular. Ato ulin rrezikun e tensionit të lartë të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni i egër, trofta, skumbria, toni, merluci dhe arenga. Studiuesit rekomandojnë 2 racione me peshk në javë. Brokoli. Brokoli është një burim i pasur i kaliumit, fibrës, magnezit, vitaminës C dhe kalciumit, dhe sipas ekspertëve ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Një gjysmë filxhani me brokoli në ditë përmban dozën ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është antioksidant që promovon tensionin normal të gjakut. Lule radhiqja. Lule radhiqja nxit eliminimin e kripës nëpërmjet urinimit. Lule radhiqja është e pasur me magnez që zgjeron enët e gjakut dhe përmirëson qarkullimin e tij dhe largon trysnin nga zemra. Ushqimet luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin tuaj, pasi një ushqyerje e duhur për organizmin mund të jetë gurthemeli i ndërtimit të fortë të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që nëse vuani nga hipertensioni, ta ndresoni atë sa më shpejt të mundur tek mjeku juaj përkatës. Neglizhenca e hipertensionit mund të lidhet gjithashtu edhe me shqetësime të theksuara të imunitetit dhe krijimin e problemeve të ndryshme të tij. Nëse vuani nga hipertensioni, konsumoni ushqime të duhura dhe e mbroni sa më shumë shëndetin tuaj, pasi në të kundërt gjendja mund të agravojë dhe të krijojë probleme të parikuperueshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.